は知らないお前だけれど俺の前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンPema Ligësisë kishte lulëzuar përsëri në ditët e sotme në fshatin Mbrojtës. Ne duhet të rregullonим 5 formacione sa më shpejt ishte mundur për të rivendosur barierën e mjeshtrit të Zuno. Por Sopata e ardhë bëri që Zenki të humte. Ai ra dhe mbeti pa ndjenja. Zenki, të lutem. Ngriu përsëri dhe na trego fuqitë tua. Formacion I zjarrt. Ke ndonjë ide se çfarë mund të bëjmë tani? Nuk mund të bëjmë asgjë. Thjesht duhet të idemi brenda. Nuk kemi shumë kohë. Prit një sekond. Po me Zenkin çfarë mendon të bësh? Edhe ai do të vi me ne. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Nuk kemi për ta lënë në asnjë mënyrë Zenkin këtu. Mirë, ikim atë. Formacion I zjarrt. Je bërë shumë e fort, Chucky! Mjeshtër, nuk kemi kohë për të çuditur tani. Me sa duket Miruaz nuk bën punë. Ja dhe një tjetër. Nuk mund ta bëja më mirë. Nëse vetë tima e godet këtë shtyllë, goditja elektrike do të ndaj veç hekurin nga Floriri. Mirë, shumë mirë. Eja një bubullima dhe vetë tima, eja një dhe sill një Floririn e pastër para me. O Zot! O Zot, bubullima më ra mua! Golan, biri I Karumës. Shikoje këtë histori të bukur me petale lulesh. Puna jonë është duke përfunduar. Mbasi të kenë rënë petalet, shumë fara do të çelin dhe ata s'do më ndalojnë dot më. Po, unë do t'i ruaj të gjitha farat, por mbi të gjitha mbretëresha Karuma, unë do të mbroj ty edhe sikur të rrezikoj jetën time, po të jetën e nevojshme. O, çfarë besnikëri e mrekullueshme. Shiko! Soma, kujdesu ti për Zenkin. A je sigurt? Spirti erës, eja! U largua, tregohu e kujdesshme. Chucky, shiko lart! Spirti erës, eja tani tek unë!
Chucky ti ka ndodhur diçka, shpresoj të jetë mirë. Chucky! Po të gjunjëzojmë, të lutem mos më godit përsëri. Çfarë ishte kjo? O jo, besoj se duhet ta filloj nga fillimi. Zgjohu, Zenki, zgjohu! Chucky, përqendrohu tek armiku. Uj, zjarë fikës! Formacioni zjarë! Formacioni zjarë! Akoma s'mjafton! Letrat e lutjeve! Uj, zjarë fikës! Zenki! Çfarë lloj bishe është kjo? Chucky, prit edhe pak, nuk do të vonohem shumë. Çfarë duhet të bëjmë? Nuk mund ta besoj dot. Një mjesht është zjarri i krijuar nga zjarri. I shkreti, Zenki? Po me këtë çfarë do të bëjmë? Nuk kemi ç'të bëjmë. Kam frikë se Jo, mos e thuaj atë fjalë. Zenki s'mund të vdes. Ai nuk do të vdes, nuk do ta besoj dot. Ne kemi për të fituar. Tani! Mjesht Rozuno, të lutem më jep forcë. Chucky është në rrezik. Vetë tim, më jep pak nga fuqia jote! më rrova fare. Tani duhet vetëm që unë Mos u dorëzo! Nëse thyet kufiri atë e morën fund edhe ne! Chucky, më vjen shumë keq, po mu desh më tepër kohë se sa mendoja për të rregulluar formacion. Do më thënë shpëtuam! Tani që prifti ju ka, është këtu ju mund të rini fare të qetë. Gjyshe Saki! Kyri Bayashi, leti të regojmë gjithë botës se ne jemi një qift i lumtur humoristësh. Po! Shkojmë ta kapim. Goditje elektrike! Ej, prift! Nuk funksionoj. Largoni që këtej, ja të regoj unë! Shiko atje! E pat pra, më në fund e mundëm bishën. Duhet të nxitojmë që të rregullojmë vendin. Chucky, nëse e përdor formacionin e zjarrt, atë rrezikon të djegësh çdo gjë mbi tokë. Më dëgjoni tani, gjyshja më dha diçka tjetër për të përdorur në tempull. Ja ku e paskam. Unë mund ta ndez zjarrin me këtë. Prit, ta bëj unë. Mos, nuk mund ta rregulloj informacionin pa zjarr. Nuk e shikoj dot këtë, më lërë ta provoj dhe unë. Klubi i Akemit? Si shpërblim që shpëtova fshatin, shpresoj që t'i haroni të gjitha gafat e mia.
Nuk kemi më kohë. Duhet të shkojmë tek formacioni i drurit. Jeni shumë vonë për të rregulluar formacionin. Sa shumë që ka. Ne arritëm të zhduknim ato që kishin rrethuar qytetin, por këto shumohen shumë natyrshëm. Pema e ligësisë? Pema e ligësisë, unë e ndjej atë. He, kinu kujdes! Guled? Këri Bajashi, erdhi koha që humoristët të tregojnë se kush janë. A lëne në do këtë punë, Çaki. Në rregull, le të merremi me këtë tani. Por jo, ti dhe mjeshtër Soma mjaft keni bërë deri tani. Gjyshe? Kujdesu mirë për Zenkin. Pra, e vendosët se kush do të vdes. Mjetet që na ka lënë para ardhësi ynë mjeshtër Ozuna do t'i bëjnë fuqit tona 12 fish më të mëdha. Të gjithë së bashku! Sa të marrë. Shlirojnë energjit tuaja! Njeri shpirt keq ke për t'na i paguar këto! Ha! Pentagram! O Zenki! Çaki jeno, urdhëri i Karumës për ju. Çfarë duhet të bëj? Më thuaj çfarë? Çaki, largo shpejt! Jo, nuk mundem. Nuk mund t'ju lë këtu juve me gjithë Zenkin. Veç kësaj nëse nuk bëjmë diçka Karuma do të... Çaki! Për aq kohë sa punët e Karumës kam përfunduar, unë nuk kam nevojë për gjë tjetër. Unë jetoj vetëm për t'i shërbyer asaj. Unë jam një njeri që e kam dorëzuar jetën time në duart e saj. Nuk kam frikë nga asgjë dhe nuk kam për të humbur. Fiksojeni mirë këtë gjë. Nuk do t'i lejoj që të vrasin Zenki. Nuk kam për t'ju lejuar kur që t'a vristi. Atëherë do të më duhet të pranoj dëshirën tënde. Edhe nëse Angjeli nuk vdes, po zhduket magjistarja që kontrollon veprimet e tij. Është e njëjta gjë. Çaki, mos! Ktheu këtu, mos! E vetmja mënyrë që unë të shpëtoj Gjyshen, Zenkit dhe të tjerët është që unë të ndeshe me Guledin e poshtër. Je vendosur, e po vdis! Kam ko për të marrë me ty. Unë nuk e kam as pak me nxitim, voglushe. Guled! Mirë pra, bëu gati për luftë. Të thash mjaft. Ki kujdes, sepse vetëm unë e di se si përdoret ai shkopi famshëm magjik. Në rregull, e kam pak të vështirë të ndeshem me një vajzë të vogël dhe të pambrojtur, por do të bëj atë që duhet. Unë jam një pasar se mjeshtrit e në Ozuno. Unë do t'i mbroj njerëzit që dua me duart e mia. Më dëgjon! Gati, vetë tim! E marr! Si është puna?
nisi kur the që do të mbrojë njerëzit që I doje me gjithë shpirt me duart e tua, a vëklushe? Zbrit! Pentagram! Chucky është bërë shumë e fuqishme. Urimet e mia, vajz. Më habit e vërtet, luftove shumë mirë, vëglushe. Sigurohu që kur të shkosh edhe në botën tjetër, mjeshtër Ozuno të t'japi urimet e tia. Mos! Zenki? Qfar? Zenki? O zot, dragoj art? Se tani? Angjel mbrojtës, më në fund fuqit e mija u bën plotësisht të tuat, që tani e tutje ti do të kesh mundësi të zotërosh fuqit të mbi natyrshme. Zenki! Chucky, si ke qenë Chucky? Zenki! Chucky, të lutem më transformo tani. Oh, po! Dhe unë ta di zgjoj angjëllin mbrojtës, do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbi natyrshme, ringjallu Zenki! Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbi natyrshme, ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Pra vendose që të kthesh përsëri, apo jo? Dragoj I art! Gati, Gulen! Ti e një kundërshtar I denj. Eja, por unë do të fitoj vetëm me një lëvizje. Ti do të vdesësh! Mbretëresha Karuma, unë do të mbroj ty! Lam të mirë. Mbretëresha Karuma! Ky është përfundimi kur bie në grack për një kohë të gjatë. Ke të drejtë, maska po e ndihmonte për të fshehur gjithë ato vite të humbura. Sa I paaft. Mjaft pëshpërit e kështu, Chucky. Betejë përfundoi, por ne nuk kemi përfunduar ende akoma. Keni shumë të drejtë, angjëll mbrojtës dhe magjistar. Ka ardhur koha që ta mbyllim një herë për gjithmonë këtë punë. Ku është ajo? Karuma, tregoje veten kush je! Ne jemi këtu, nuk po vrapojmë as po fshihemi. Po, e di. Mund t'ju shikoj shumë mirë që të dyve. Karuma është këtu, përballë jush. Pikërisht përballë jush.
Pra kjo është Karuma.優しい笑顔見ていたら